Në garën e hiteve të verës, valët e muzikës nuk ndalen asnjëherë dhe ashtu si çdo vit tjetër, vitet sjellin një shpërthim të pafundëm këngësh që tërheqin vëmendjen e adhuruesve të muzikës. Një nga dyshet e muzikës shqiptare, Ledri Vula dhe Xhensila kanë arritur të dalin në pa me një nga këngët më të suksesshme të muajve të fundit, të titulluar Ma kthe. Ky projekt ka arritur mbi 7 milion shikime në YouTube, duke e bërë atë një nga hitet më të mira të kësaj periudhe. Suksesi i Ma kthe duket se ka lënë një shije të fortë në gjuhën e adhuruesve, si dhe ka ngjallur spekulime për një bashkëpunim të ri mes dy artistëve. Burime nga brenda industrisë muzikore që kanë folur për Prive by Libertas Pahiu pohojnë se Xhensila dhe Ledri janë duke diskutuar idenë për një tjetër projekt të përbashkët. Ajo që e bën këtë bashkëpunim edhe më intrigues është kimia natyrale që ekziston mes dy artistëve. Ledri dhe Xhensila kanë arritur të krijojnë një shfaqje magjike në skenë dhe në videoklipin e tyre të fundit, duke e bërë atë një nga duetet më të pëlqyera në muzikën shqiptare.